Vërtet rrjetet sociale na kanë jep një farë ekspozimi ndaj të mirës, po edhe të keqës, po çka është mirë është mos me i marrë për bazë, se jo domosdoshmërisht dikush që e shkruan një koment keq, në çato momente nështë e ka menu që ashtu edhe e ka shpreh mendimin e vet, po nështë pas nga 10-15 minuta i ka rapi shman, edhe komentet e këqija edhe negative, jo domosdoshmërisht formojnë ty si person, jo domosdoshmërisht ti e qaj person. Unë ka ndodhur edhe te recetat, një herë e pata postu një recet, s'po kujtohet sakt, po m'duket kanë qenë biskuta me Nutella. Po. Edhe ka pas komente të ndryshme, të mira, të këqija, po që ato e kanë bo kontentin interesante. Komentet e këqija nuk është mirë me i marrë për bazë, ka kritika nështë që duhet mi marrë për bazë, jo nas jemi perfekte, thamë edhe ma herët. Që janë të pakta shumë. Që janë të pakta, mirë po komentet bullizuse, janë të dëmshme, nuk janë të shëndetshme, hec të domos për shëndetin mendor, po është mirë me i neglizhu. Mundohena shpesh këtu tek byti me rrisën me përmend këtë pjesë, shumicën e rasteve mysafirët në këtë emision janë figura që janë prezente në rrjetet sociale dhe është një dukuri shumë e shpesh që po e shohim tash sa ma shumë që po postojmë online, po vjen kjo pjesa e komenteve. Edhe e përmende shumë bukur që mënyra më e mirë është thjesht me ignoru këto komente, mos me reagu, se shpesh çka dojnë këta persona prej te është me një reagim, me marrë minuta prej jetës tënde, prej ditës tënde dhe me u qasë ndoshta në komentet e tyre. Përmende që shpesh herë ke pas ndonjë rast me kësi komente, pse mendon që gjithmonë kanë një prirje me na mbet në kokë këto komentet negative në vend ndoshta të shumë komenteve pozitive që i marrim në po të njëjtën video? Eris, menoj që komentet negative, unë e thash, bitë gjitha ato janë komente, kam pas, dhe me thonë, kontenti që ti e ki shfaq në rrjetet sociale, ka pas interakcion, po komentet negativa nështë që sado që ti nuk donë, të lëndojnë pak? Po, lëndojnë pak. Edhe sado me pas lëkurën e trashtë mund, prapë ka komentet të caktume që mundën. Po, në mendoj që na jemi të operum prej këtune ndjenjave, sidomos na që kemi punu. Po, që kur je një kohë të gjatë në rrjetet sociale, thjesht pastaj thjesht operosh prej këtune ndjenjave, po thjesht kushdo që është momentalisht aktive dhe sa po ka fillu. Po. Me shfaq jetën e vetë ose me kriju kontent për jetën e vetë në rrjetet sociale, është mirë mos me i marrë për bazë dhe me vazhdu për para. Komentet këqija të mira kanë pas gjithmonë. Gjithmonë, shumë e vërtet.